Vjedhja e pronës historike të manastirit të shenjtë të Kakomes, ndalimi për të hyrë në objektin e kultit, rrethimi me mur dhe ndalesa me derekuri për të mos shkuar aty populli i Nivicës dhe i Marës në vendin e shenjtë është një rast unikal i shfaqjes së korrupsionit qeveritar hapur në favor të klientëve të pushtetit dhe kasës së grabiqarve që po krijohet në vend nëpërmjet lehtësirave që pushteti politik po ju krijon. Kandidati për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore nga radhët e PPD-1, Petro Gjikuria, denonson prej manastirit këtë aferë korruptive. Sipas Gjikurisë, është koha që në manastir të rikthehet guri historik, i cili e simbolizon këtë vend i hequr prej andej në vitin e mbrapsht 97. Ky gur do të rikthehet në manastir për të treguar edhe simbolikisht se manastiri do t'i rikthehet qytetarëve dhe pronarëve legjitim të saj, kishës. Gjikuria garanton se këtë premtim do ta çojë deri në fund me angazhimin e tij maksimal. Jam këtu përpara manastirit të Kakomes, që siç më thonë banorët, tek porta e manastirit ka qenë një plak guri ku janë gdhendur 4 fi, gërmat fi, që do të thotë file, fere, faje, fije, që do të thotë mik, sill, ha dhe ik. Ai gur u shkull nga vendi nga barbarët e vitit famkeq 97. Është koha që ai gur të kthehet mbrapa në manastir, që t'i japë vlerë dhe kuptim që shekujt i dhanë këtij vendi të bekuar. Asnjëri nuk mund të qëndrojë në pronat e Kakomes pa dëshirën e të zotërve dhe të Zotit. Zgjidhja e këtij problemi është sensibël dhe simbolik në të njëjtën kohë, por është tashmë edhe një kalvar i pafund. 12 vite premtime të pambajtura dhe si kishës dhe popullsisë vendase ju cënohen të drejtat kushtetuese pronësore pa pikë hezitimi, si nga qeveria por edhe nga gjykata. Është koha që ky gabim i rënd dhe vjedhje të korrigjohen në favor të pronarëve legjitim dhe kishës, deklaron ndër të tjera Gjikuria.